16 nëntor 2025, jemi në ditën e diellit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shylle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Hëna po vazhdon udhëtimin e saj tek shenja e peshorës dhe kjo kryen një balancë të dukshme, duke qenë se ka dhe një kënd pozitiv me Marsin. Prandaj të veprimet tona janë shumë herë më tepër në harmoni me atë çfarë dëshirojmë dhe me ambientin. Merkuri vazhdon që të jetë në retrograd, ndërkohë që gjatë kësaj dite ka dhe një kënd pozitiv me Plutonin. Kjo do të thotë që logjika jonë është vërtet shumë efikase. Mënyrat më të përshtatshme për të kaluar këtë ditë do të jenë të socializohemi dhe të krijojmë një strukturë e cila do të na ndihmojë gjatë javës në vazhdim. Do të këshillohesh që brenda kësaj strukture dhe planifikimi të përfshinim edhe shëndetin tonë fizik, dhe e rëndësishme është që të jetë diçka e përshtatshme për ne, në mënyrë që ta kemi më të thjeshtë që t'i përmbahemi. Jemi drejt një hëne të re shumë të fuqishme, e cila ka efektin e spastrimit dhe të rigjenerimit, prandaj do të këshillohesh që këtë ditë ta përdornim për të spastruar nga jeta jonë të gjitha gjërat të cilat nuk janë të nevojshme, po ashtu edhe për të organizuar përdimin. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.